Në Bibliotekën Shkencore të Shkodrës u zhvillua një takim i veçantë letrar me temë Autor shkodran në botimet e Bard Books, organizuar në kuadër të projektit Vepra letrare e Ridvan Librës dhe në bashkëpunim me klubet studentore Ernest Koliçi dhe Arshi Pipa. I ftuar specialisht e botuesi dhe shkrimtari nga Prishtina, Ag Apolloni, ai theksoi se autorët nga Shkodra kanë gjallur një interes të veçantë tek lexuesit kosovar. Nga ata 100 libra mbi 20 janë autorë të Shkodrës, libra të autorëve shkodran, kështu që kjo tregon për një fokus të shtëpisë tonë botuese për letërsinë me prejardhje nga Shkodra dhe ne I kemi botu për shkak që edhe atje ka interesim për autorët si Ridvan Dibra, Prima Shlaku, Ben Prendi, Ledia Dush. Këtu na duket sikur bëhet kulturë më shumë se në pjesën tjetër të Shqipërisë. Në këtë bashkëbisedim letrar në qendër ishin botimet e autorëve shkodran, Ridvan Dibra, Stefan Çapaliku, Primo Shlaku, Ledia Dushi, Ariola Zadrima dhe Arben Prendi. Është një takim jo thjesht me shkrimtarë, por shkrimtarët me botues. Dhe në këtë sens është mjaft origjinal, mjaft I veçantë. Kam thënë edhe tjera, në kundërshtim me një opinion të përgjithshëm, vazhdoj të kem besim, të jem optimist. Janë disa emra të rinj dhe të reja që premtojnë dhe kam besim që së shpejti do shfaqen edhe si vlera kombëtare. Interesante në rastin më ideal do të ishte një letërsi, një tekst që nuk e ke parashiku, një letërsi, një tekst që çudit. Një letërsi që nuk të ftën me menusin në rastin e poezisë, por të përfshin, të zapton, të pushton. Në mbyllje të takimit u organizua një ekspozim librash, por edhe diskutime të hapura me studentëve, pedagogëve dhe nxënësve të shkollave të mesme, 28 nëntori dhe Oso Kuka.